kisha dashur të cek edhe një rast tek çështja e presionit, nuk do të më marr shumë tragjike dhe me thonë, nëse unë nuk bëna me shumicën, ndoshta se kjo është problemi të adoleshent. Tash më keqen, për shembull te vajzat thonë më keqen shoqat, sidomos te pamja. Këto shfaqja e madhe që të bëna për rrjetet sociale. E tash për shembull ata mendojnë se duhen të jetë të njëjtë. Pse duhen me kontë të njëjtë? Pse kjo është presion? Do të thonë kur vazhdimisht je i lidhur me rrjetet sociale, edhe mendon se jeta reale është ajo. E na e dim se ç'është jeta reale. Nuk ka jetë absolute. Por atë është fakt për këto rrjetet sociale, nuk është paraqitje reale. Nuk është paraqitje reale. Faktikisht ti i të e bën një paraqitje, ekspozohesh në mënyrë që nuk është e vërtetë. Me të vërtetë, ky presion social më shumë ndikon tek pamja e jashtme. Pastaj tek ajo, nëse nuk je i dhunshëm, nëse nuk je, domethënë nuk e ke fjalorin pa edukat, ti nuk je, domethënë nuk je cool, nuk je. Duhesh me ushajt ndonjëherë, duhesh me ofendu ndonjëherë, me tregu dhunë, edhe pse nuk ka arsye. Zotën problemi më i madh të trit, domethënë të adoleshent është kjo. Domethënë ky presion që edhe ata duken sikur ata. Unë mendoj se prapë është mungesë të modeleve, se për shembull nëse Që është e pyetja e din. A mendon se ka mungesë të modelit pozitiv? Mendoj se ka. Ose ka modele pozitive, po ato i kanë fsheh dikun mbrapa duvarit edhe nuk i shohin. Vetë pjesën negative e tregon. Po ndoshta kjo, si më thonë, na është imponuar. Se përfshirjet për shembull çdo shtëpi ka televizor, ka internet, ka. Tashmë ndoshta kjo ka qenë në kohën pak më çka qenë paranesh, më tash secili ka një telefon. Dhe ndoshta të kaluamën unë më mend, se nuk e kanë qenë fëmijë, për shembull nëse ka pas një telefon të kodit tipit vjetër, edhe ti s'ke kuzu kur e ke kapën prikë atë s'ban, e kanë ditë se s'ban për fëmijë. Deri kur i rrit edhe ndoshta ke filluar shkollën e mesme kështu. Sot jo, po sot lind fëmia tamam kur lindë një telefon do të më blej një iPhone apo një Samsung. Edhe tash normalisht ta qetësojshme. Me qetësu. Ata që ne kontrollon aty. Edhe na peshofmë se njerëzit, domethënë, ka shoqata të ndryshme, komunitete të ndryshme që miliarda japin për me shkatru. Edhe zatët muslimanë që kanë shkatru. Po çato mendoj se në mungesë të vlerave, mungesë të familjeve të shëndosha, pastaj dalin kësi gjenerata që shumë let mashtrohen edhe nuk marrin modele për muslimanëve, por marrin modele tuaj, se ato shfaqen nëpër ekrane, ato shfaqen nëpër rrjete, edhe tash ai mendon se çashtu duhet më kanë. A reali është a ka modele nga prej islamit, prej sahabëve, me qindra modele. Po ndoshta që thotin i kanë fshehur edhe janë s'pëndan të zbuluara, po ndoshta edhe nuk interesohemi, edhe ndoshta edhe nuk i shfaqemi. Edhe si zakonisht që ato njerëz që janë storje suksesi në veti për shembull, ato kur kush nuk i përmend. E përmend ndonjë këngëtar, ndonjë këngëtare. Subhanallah. Ka arrit sukses, ka shku në Dubai, është pasuru, i ka bërë dhëmb me diamanta, edhe... Ne. Çka ka bërë? Nëse pyet çka është diçka reali, çka i ka ndihmu njerëzimit, asnjë. Nuk di. Kur gjë.